Perëndia thërret me zë të lartë, nuk është gabim që të vendosësh pasuri, por gabim është që ti të vendosësh besimin tënd, qëndrueshmërinë, sigurinë, jetën tek pasuria. Do të dhe me këtë zotërinë që Jezusi po tregon. Ai nuk mendoi asnjë gjë tjetër. Ka me shumicë, do të ndërtoj një magazin akoma më të madhe, edhe nuk do punoj më. Njohjen që ai duhet të kishte ndaj Perëndis nuk e shikojmë këtu apo. Vetëm me çfarë teksti neve na thot tokat e një pasaniku dhan të korra të bollshme. Gjithë secili prej nesh kur arrin diçka, a themi ne faleminderit Zotit? I themi. Edhe nëse si themi kujdes duhet i themi. Por vini re, Perëndia në këtë rast nuk i thot asnjë gjë tjetër. Por thot, oj pamand, ku e vendos ti mendjen tënde? Ku e vendos ti sigurinë tënde?